Përshëndetje. E ftuara ime sotme është një vajzë shumë e veçantë, shumë e dashur, edhe jo vetëm për mua, por mbi të gjitha për të gjitha audiencën time, një audiencë e cila ka një moshë relativisht jo fort të re, por një audiencë e cila sapo i kam përmendur emrin e saj, me njëherë e ka njohur, e ka kujtuar si një vajzë të bukur, si një vajzë shumë të gjallë, shumë dinamike dhe si një vajzë e cila na ka bërë krenar gjithmonë. Është Alketa Doçi. Faleminderit për prezantimin. Alketa, shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Unë e di që ti ke qenë e vogël kur unë luaja dhe falenderoj që njerëzit që ti njeh dhe që shef rreth e rrotull flasin për Dinamon e atëhershme, kemi pasur suksese. Në fakt edhe shumë shoqet e mia edhe të cilat jo domosdoshmërisht janë bashkëmoshatare me mua, lëvizën me shumë pak vite por të njohin, çka do thotë që Dinamo dhe loja jote në ekipin kombëtar ka lënë bresa, edhe mbresat të cilat nuk janë harruar shumë shpejt, apo jo? Ka lënë bresa sepse ka pasur rezultate, sigurisht. Mbresat lihen shpesh më mirë t'i lësh për të mirë se sa për të keqe patjetër, dhe ne kishim një ekip të Dinamos, tani thon njerëzit legjendare, Dinamot e legjendës, dhe me ekipin kombëtar kemi pasur rezultate shumë të mira prandaj. Alketa, si ndodhi që zgjodhe volejbollin, disiplinën e volejbollit, dhe si ndodhi që i hyre sportit? Në fakt, unë vi nga një familje tropojane, ku arti dhe sporti ishin çdo ditë. Nga familja mamit ishin më shumë të muzikës, të regjizor daja, tezja këngëtare, këndonin shumë bukur festa familjare mes muzike, dhe nga familja babit, babi ka qenë kërcimësër larti, edhe ishte një lloj ambienti që kam notuar, të kam qenë gjithmonë në te. Nuk besoj se kjo zgjedhje erdhi edhe për shkak se ti ishe e gjatë? Në fakt, mami, se sigurisht zakonisht... Se për zgjedhja nuk bëj vetëm nga në ato kohë të kishe një vajzë e re, besoj edhe nga të gjitha strukturat. Patjetër, mamin po thosha preferonte artin. Pra unë shkova në balet, në piano, në violin, në kor, i bëra gjithë gjërat me radhë. Dhe vllai u fut në volejboll përpara meje, Adi. Dhe unë duke para të më pëlqeu sporti, ndërkohë kishte edhe një trajner që shkonte nëpër shkolla dhe shikonte fëmijët, edhe i pëlqeva atij nga gjatësia. Unë shkova për inerci të vllait tim si fillim, dhe pastaj ndodhi ajo që ndodhi, ndonjë aty. Në fakt po flasim për vitet 84-85. Si ka qenë mjedisi në atë kohë? Si ishte organizuar jeta? Si përzgjidheshin, si trajtoheshin talentet, fëmijët me disiplinë? Në fakt, unë isha në Tiranë dhe ishte privilegj që të isha në Tiranë, sepse ishin sistemi i shkollave me klasa sportive, ku mësuesit e fizkulturës përcaktonin ato që mendojnë që ishin më të talentuar në një sport apo në një tjetër, varesh nga disiplina që shkolla kishte dhe mësuesin e fizkulturës të cilën shkolla kishte. Tani pallat e sport nuk kanë pasur ngroje, unë jam stërvitur për jashta, nuk është se kishim kushte shumë të mira, por kishim dëshirë shumë të madhe. Dhe me trajnerët të cilët unë kam pasur, Eva Kavajn që më kam mësuar hapat e para të volejbollit dhe Krishnik Tatarin më pas, ku ma perfeksionoj volejbollin, pata dhe fat, dhe pun, dhe dëshirë, dhe kjo fakti që ishim dimër dhe verë për jashta në ato terrenet me dhejtë të kuq nuk përbënte më një problem. Alketa, si është raportin me sportin sot? Raportin e shoqërisë, të individit, të rinjve me sportin? Sot. Raporti ka ndryshuar dhe në një farë mënyrë, jo se e justifikoj, por e kuptoj, sepse deri në vitet 90, sporti ishte i detyruar, si që vazhdon t'jetë dhe sot, por përveç sportit të detyruar, ishte edhe për shembull fiskultura e mëngjesit, të gjithë nxënësit vjeshin përpara shkollës dhe bënin atë zgjimin e mëngjesit. Pra kishte një lloj detyrimi, dëshire që kjo gjë të bëheshe. Mbas ndrimit të sistemit, humbi kjo kultura sportive, humbi dëshira që t'i çojmë fëmijët në sport dhe filloi ajo kërkesa që t'jetojmë më mirë, që të hamë më mirë,
që të kemi një shtëpi më të mirë, pra duheshin më shumë para. Dhe nevoja për të pasur para automatikisht dhe pa drejtësisht në fakt humbi dëshirën dhe drejtimin që prindrit duhet t'i jepnin fëmijëve për sportin. Ishte më e rëndësishme që të kishim financa më të mira në atë periudhë, dhe unë mbaj mend, edhe pse nuk e kam jetuar shumë atë periudhë, po mbaj mend që çdo fëmijë dilte në cepet të rrugës të shiste një domate, të shiste një paketë cigare, çfarëdo që të jetë, dhe u harrua. Dhe këto fëmijë që në atë periudhë ishin fëmijë, sot janë prindër të këtyre fëmijëve që kanë vështirësi t'i çojnë në sport, sepse nuk e kanë marrë më atë kulturën dhe edukatën sportive, disiplinën sportive. Dhe me fjalë, tani neve po mundohemi pikërisht që të ndryshojmë këtë sistem, që t'i mësojmë njerëzve dhe ato ta kuptojnë sigurisht që sporti është një gjë është e rëndësishme për shëndetin, për trupin, për shkollën, për çdo gjë. Elketa, fole pak për ndryshimin e sistemit dhe unë dua tani pikërisht këtu, ose dua që këtu ta vijojmë këtë bisedë. Me ndryshimin e sistemit, Alketa gjuajti disa rjeta shumë konkurenciale, sikur se ishin ato jashtë Shqipërisë, në Francë dhe më pas edhe në Greqi. Si ishte kjo garë profesionale për ty si fillim? Unë isha vetëm 21 vjeç, isha në kulmin e formës time dhe kisha kërkesa për të luajtur jashtë. Pra, pranova njërën prej tyre që ishte ajo në Francë, në një vend mrekullueshëm siç ishte mu afër Kanës në Costa Azzurra në jug të Francës. Shkova atje kam qenë gjithmonë luftarake, kam qenë gjithmonë me dëshirë për të luajtur dhe për të fituar, dhe në fakt munda të shprehesha, ndërkohë nuk është se ka qenë gjithmonë e lehtë. Shqipërinë atëherë nuk e njifte njeri, po nivelin e sportit ne kishim në fillim fare një trajner që ishte doktor, nuk ishte lidhje fare me voleybollin, edhe thoshte Alketa shumë e mirë në gjujtja. Por Alketa nuk duhet kapi topin e parë, mos hyjmë në detaje shumë teknike, por që të gjuash një top duhet fillim ta kapësh, që pastaj ta gjuash. Dhe më thoshte mua, mos e kap ti topin e parë. Dhe mua kjo më ndilte një lloj inati dhe dëshire që ta bëja më mirë, dhe në fakt më vonë ai e kuptoi, ose shpejt ai e kuptoi që Alketën duhet ta vjedhë dhe në top parë dhe në gjujtje, sepse unë aty e kam dëshirën t'i bëj të gjitha gjërat. Dhe vitet e para kanë qenë në Francë, pastaj shkova në Greqi. Nga ana sportive nuk kisha probleme se ne fituam, kishim ekip shumë të mirë, nuk kishte asnjë lloj problemi. Ishte pak periudha 93-95 ku shumë shqiptar kishin shkuar në Greqi dhe pa dokumenta dhe pa punë, me ato vështirësitë e tyre ekonomike, pa shtëpia, do me thënë ato kushtet ashtu, dhe unë e pata pak të vështirë historinë të qenit shqiptar, nuk kam refuzuar kur të them që jam shqiptare, gjithmonë kam thënë jam shqiptare, nuk më ka bërë asnjëherë asnjë problem. Në kundërshtim me disa të tjerë që thoshin jam grek ose jam nuk e di çfarë, të mos flisnin keq për të, dhe kam pas shumë të rëndësishme që të vija emrin tim, sepse unë isha shqiptare, isha si gjithë tjerët, isha më e mirë se sa të tjerët. Ato më kishin marrë mua sepse kishin nevojë për mua, dhe jo sepse unë ja u kisha nevojën. Këto fjalë ja thua vetës sot, Alketa, apo ja ke thënë vetës edhe në atë kohë? Jo, ja kam thënë vetës gjithmonë. Unë kam pasur shumë sigurin vetë, sepse kisha rezultate, luaja mirë, dhe kjo mua më jepte më shumë fuqi dhe siguri që unë të përfaqësoja veten time. Unë përfaqësoja Shqipërinë pa diskutim, po unë përfaqësoja Alketën, sportisten, rezultatin. Po, fole pak për Greqinë edhe ato sfida që ke kaluar atje. Të çfarë natyre ishin këto sfida? Cilat ishin paragjykimet më të mëdha, mentaliteti që i asaj kohe që të rëndonte? Po, ka e pasur të ndryshme, duke filluar nga ndonjë person në publik që të më thrasi mua shqiptare ose me një ofezë, gjë që mua më ka bërë ndonjëherë dhe të dal nga vetja dhe të marrë një karton të kuq. Si është të dalë nga vetja për Alketën? Po që t'i kthehem atij dhe t'i them ndonjë gjë, dhe arbitri ta shikoj këtë gjë dhe kartonin e kuq. Ka ndodhur shpesh kjo, Alketa, apo ka ndodhur rrap? Shpesh jo, po ka ndodhur. Përveç në sport më ka ndodhur dhe në jetën e përditshme në fakt. Kisha shkuar në një dyqan për të blerë disa gjëra dhe më vonë doli dhe filmi
kur shkon edhe blen rroba të shtrenjta, unë shkoja për të blen një televizor dhe atëherë ka qenë një magnetoskop dhe një kamera që xhiroheshin çik në kohën e atërshme dhe do paguaj me kartë krediti, do paguaja me cash. Ndërkohë unë kisha kaluar 2 vjet në Francë dhe unë e dija se ishte një kartë krediti. Ato ishin më mbrapa se sa unë në fakt në Greqi, edhe them do paguaj në cash. Dhe më tha, ma po në cash ta do paguaj, pse si, tha, nga jetim, tha moj, tha shumë jam shqiptarë, më tha, është shumë shtrenjtë për ty dhe më nxorin. Më tha, më detyroj që të dal nga dyqani. Dhe unë dola nga i dyqan, shkova i bleva ato në një dyqan gjitur, ju ktheva aty dhe thash falemderit, unë i bleva ke konkurenti jotë. Në me thënë, këto kanë qënë disa raste që më bënin të ndjehesha jo fort mirë. Një vajzë e re e adhuruar nga të gjithë, nga publiku vendas, edhe nga publiku ndërkombëtar aty ku të paktën nga këto 2 vende ku ti kishe aktivitetin tënd profesional, por raporti me lirinë dhe me të drejtat si ishte, sepse po flasim për karrierën tënde në Shqipëri përpara ndryshimit të sistemit, apo jo? Si e gjete veten në momentin që shkove në Francë, në Greqi, më pas edhe në vende të tjera që ti ke jetuar? Unë isha 16-17 vjeç kur kam dalë për herë të parë jashtë shtetit, kur kurkush asnjëri nuk dilte jashtë. Babi më thoshte shpesh, Alketa, mos fol se unë isha në shkollën e gjuhëve të huaja dhe shpesh e mbinte rasti që të përktheja. Dhe me vete kishim gjithmonë një sigurims që na dëgjonte dhe kur ktheheshim thoshte Alketa ka folur me të huaj dhe unë isha shpesh në listën e kuqet, si me thënë, sepse kisha folur me të huaj. Dhe duhet bëj çdo gjë në fshehtësi, në orto ballkaniadat që organizoheshin, ne nuk kishim asnjë lloj lirie se në kohën tonë, tani këto të vegjëlit që shikojnë këtë emision nuk e imagjinojnë dot, por ne nuk lejoj, në kohën tonë nuk lejoj që ne të kërcenim më shumë se sa një dans dyshe, një slow. Ndërkohë në ballkaniadat bëheshe një festë e madhe në fund fare ku të gjithë ekipet e Ballkanit, vajzat dhe djem lidheshin dhe bëheshe një festë me DJ. Dhe ne të gjitha vajzat dhe djem të ishim ulur në tavolinë edhe nuk kërcenim, nuk lëviznim, ose lëviznim vetëm këmbët nga poshtë sepse nuk guxonim të lëviznim shpatullat, se na lëvëshe emri në listën e kuqe. Dhe vinin lojtarët e ekipeve të tjera dhe thoshin, çoni, hajde në kërceni dhe ju, dhe ne me shumë nuk na pëlqen kjo muzika, në kuptimin që kemi çfarë të bëjmë, po nuk na pëlqen se kështu duhet të themi. Dhe ndërkohë 2 nga 2, 3 nga 3, shkonim në banjo dhe kërcenim aty, ishnim atë të keqen. Po kjo ishte mungesa e lirisë që kishim ne dhe unë e kam ndjerë se isha shumë e re. Kur shkove në Francë, si e menaxhove të gjithë këtë ndryshim kulturor, do themi, shok kulturor? Kisha marrë pak e eksperiencë nga ato kërcimet e vogla fshehura, si. Dhe kur shkova, në fakt unë ndjeva shumë mirë sepse isha me kushe shumë të mira, me thënë drejtën, nuk shkova pa dokumenta, pa punë, kisha të tëra, kisha shtëpinë, kisha makinën, kisha rrogën, çdo gjë në rregull. Dhe unë historikisht jam dalluar për organizuese e eventesh, gjithmonë me iniciativë të gjithë me vete. Dhe ishte vendi ideal në fakt, sepse koha ishte gjithmonë shumë e mirë, i përngjante shumë kohës tonë. Fillimi patjetër nuk flisja asnjë fjalë frëngjisht. Shkova në shkollë, mësova frëngjishten, bëra diplomën e frëngjishtes dhe krijuam një grup, disa grupe në fakt, sepse në mes shoqeve të sportit, njerëzve që vinin dhe ishin tifoza ose ishin fansa me neve, që ishin dhe ato sportistat të sporteve të tjera, mes shoqërisë së shkollës ku mësoja frëngjisht që ishin shumica holandez, dhe krijonim shumë ambiente të ndryshme që mua më lëroi në fakt, më dha një hap që të isha më e çliruar, më e kënaqur. Edhe nga gjithë ky çlirim, erdhi edhe shoku i jetës, besoj. Erdhi pak më vonë. Erdhi pak më vonë? Erdhi pak më vonë, se unë kam shkuar në Francë në 91-shin dhe ato e kam takuar në 97-ën. Si ndodhe? Shoku i jetës është një francez? Është një francez, volejbolist. Unë luaja në një ekip në Paris. Është rrallë në fakt që një ekip ka dhe vajza dhe djem, po qëlloj që aty ishte një ekip edhe djemsh, në një kategori më poshtë në fakt. Dhe është pak
Kur themi që urrejtja dhe dashuria janë shumë të afërta, është një gjë që ka ndodhur për ka shumë e tillë me mua. Unë atë klubin që vajta, presidenti më kishte dhënë një apartament, Parisi është qytet shumë i madh dhe shumë i shtrenjtë, dhe apartamenti im ishte shumë i vogël, po nuk mund të kërkoja më shumë, sepse aq i kishin kushtet edhe financat ai klub. Dhe shkoj të them atij presidentit të klubit që më mungon një televizor, sepse nuk kishte televizor, desha kushtet. Dhe dëgjoj një zë nga mbrapa që thot, po atë aparatin që mund të korrespondoj me Digitalbin që kemi në Shqipëri, a i do dhe atë? E shof me i natë, u shushky tani që më ndërhyn mua të presidenti. Edhe shkoj pyes vajzat e ekipit që më thonë, ai është Iberi i 16-ës, lagja 16 e Parisit. U shushky. Edhe në fund më pyet një ditë, thotë, e morë televizorin? Mora, thash dhe televizorin dhe Digitalbi, nuk i tregoj se e vërtet, por që më kisha i natë. Dhe kjo, do me thënë avash avash, u përkthye në një ndjenjë që ishte dashuria dhe u martuam. Edhe që sot s'është kurorzuar me 2 fëmijë, me ardhin e jetës të djemve, që gjithashtu vazhdojnë të jenë volejbolist? Të dy. Të dy dhe janë edhe shumë të respektuar dhe kampion në mos gaboj në ekipet ku ata luajnë? Atëherë, unë kam 2 djemë që janë 21 dhe 20 vjeç, janë 2 metrë e 2 dhe 1,96 të gjatë, do me thënë, na kanë gjatë. Plus mamit dhe babit? Të 2 të gjatë, edhe ka ato luajnë të 2 volejbol. Ai madhi është në universitet në vitin e fundit dhe luan me ekipet e Universitetit Amerikan në fakt, edhe është lojtari më i mirë i Amerikës. Djali i dytë luan në një ekip profesionist që aktualisht është në vendin e parë në kampionatin francez. Dhe luajnë dhe me ekipin kombëtar, janë kampion Europe, kampion bote, ai djali i vogël do lojtari më i mirë në botë vjet, këtë vit dolën të 2 lojtarët më të mirë në Europë, në kampionatin europian. Domethënë përveç se dolën kampion Europe, dolën edhe lojtarët më të mirë. Kështu që jam një mama e stërlumtur. E stërlumtur, një familje vetëm me volejbolist. Jam shumë kurioze të di cila është tema qendrore përveç volejbollit që flitet në familjen tuaj. A ka tema të tjera të cilat zënë vend? Unë kam një bashkëshort që është i pasionuar mbas shumë gjërave. Dhe disa herë më ndodhen që t'jenë të çuditshme në fakt, se për shembull ai është i pasionuar mbas peshkaqenve. Dhe në çdo udhëtim që ne bëjmë, do të marrin me vete disa peshkaqen që mund t'jenë prej druri, mund t'jenë prej fajons, prej qelqi, në materiale të ndryshme. Ai është i pasionuar pas mitologjisë. Do me thënë, është e vërtet që volejbolli është tema kryesore, është e vërtet që familja është një temë shumë e rëndësishme për të cilën ne diskutojmë shpesh, sidomos në edukimin e fëmijëve. Ne kemi pasur diskutime shumë gjata bashkë për mënyrën se si këto fëmijë do të edukohen, se kush do t'i edukoj, jo nëna ose babai, se ato janë të dy bashkë, por të mos ndërhyjnë për shembull vjerra, le të themi, ose prindrit e mi, të thonë duhet të thotë kështu dhe duhet bëj kështu. I kam thënë, nëse ti do që të mbash fëmijët e mi, të rrish me ato, unë do të falenderoj dhe do të jem shumë e lumtur. Edukimin do t'ja japim ne, sepse ne kemi 24 orë. Dhe kjo ka qenë një ndër bazat tona që të kemi një familje të shëndetshme, mendoj unë, sepse unë besoj që çdo prind bën maksimumin për t'i edukuar fëmijët sa më mirë, dhe secili ka mënyrën dhe metodën e vet. U mirëprit kjo kërkesë jote ja keta nga vjerra jote franceze? Unë vjerës time ja kam thënë direkt, sepse unë jam një njeri që flas direkt, në fakt, atë që e mendoj e them, mundohem që ta them në mënyrë të edukuar dhe të argumentuar, dhe ajo e ka kuptuar shumë shpejt dhe nuk ka bërë asnjëherë asnjë reagim negativ ndaj kësaj që kam thënë unë, më tha ke të drejtë. Ndërkohë prindrit e mi janë, nuk e di, janë ngjyllar, kështu që ato gjithmonë i kanë llastuar fëmijët, me thënë drejtën. Ka një ndryshim edukimi në Francë, besoj unë, dhe edukimi në Shqipëri dhe në Itali. Fëmia në Shqipëri dhe në Itali është mbret. Mirë, po unë nuk mendoj që është kështu. Sepse fëmia është i mirë se ardhur, është i dashur nga prindit, nga gjyshi, nga gjithë njerëzit, dhe kjo nuk vjen në diskutim, por nëse ti e ve fëmijën mbi prindin,
atëherë fillojnë të sjelljet e këqija ndonjëherë, kthen dorën, ndonjëherë kthen fjalën, dhe këto për mua kanë qenë gjithmonë të paimagjinueshme. Më vjen mirë Keta, edhe për të rikthyer edhe një herë aty tek ardha në jetë e fëmijëve dhe lëvizja brenda shumë pak kohësh drejt Rusisë. Po. Një jetë shumë interesante, nga Shqipëria në Francë, në Greqi, në Francë, tani në Rusi. Po. Si ja dole, si e përballove, më fole për motin e mirë të Francës, por nuk besoj se ka qenë një njëjti mot në Rusi apo jo. Absolutisht që jo. Jo. Kur ishim në Francë, në fakt, im shoq pati një ofertë shumë të mirë nga Dinamo Moskës, Dinamo del prap Dinamo ime. Dhe nuk mund ta refuzonte sepse trajneri ishte një ish trajneri tia në Francë dhe ekipi ishte shumë i mirë dhe kishte objektive shumë të rëndësishme për të fituar Champions League edhe kampionatin apo kupën e Rusisë. Dhe shkuam atje, unë fëmijët i kisha 6 muajsh edhe 2 vjeç, ishin shumë të vegjël. Koha ka filluar dimri bora në tetor dhe ka dalë në prill, do me thënë gjithë koha ishte shumë e ftohtë. Unë kisha lëvizur shpesh, për karrierën time, kisha lëvizur shpesh, sigurisht jo në Moskë, po jam adaptuar, ne shqiptarët më duket kemi një aftësi të madhe për të adaptuar, dhe gjuhët e huaja, i flasim më kollaj, edhe ishte sigurisht e vështirë, po më duket se ishte më e vështirë për tim shoq. Ai ishte shpesh në hotel, nuk rinte fare me familjen, unë isha vetëm me 2 fëmijët, pa diskutim që ishte një vit i vështirë, po ishte një eksperiencë e bukur. Moska si qytet është i bukur, njerëzit janë të ftohtë, po. Po ti si organizator e festash e gjete vetën, besoj. Organizove rrethin tënd. Nuk e gjeta në fillim, edhe për fëmijët pata vështirësi, sepse ato të gjithë i marrin fëmijët, i mbajnë me ato babysitteret e veta dhe nuk përzihen me të tjerët. Janë njerëz goxhat ftofë ato rusët, ndërkohë që unë zakonisht dalë dhe i flas me të gjithë e kështu dhe pata disa refuzime dhe nuk e kuptoja pse. Pastaj është një lidhje mes grave të lojtarëve në përgjithësi, edhe ato fillimin me mua sigurisht, apo e ndjenin ato veten inferiore apo superiore, unë nuk dita përcaktoj, por fillimi ishte pak kështu dhe pastaj më binte telefoni gjithkohës, hajde dalim, hajde bëjmë, ishte bukur në përfundim, ishte një vit i përfunduar bukur sepse të fituan kampionatin edhe u bë. Ishte dhe arritje profesionale, përveç se personale. Keta, nga Rusia në Itali, la dolce vita italiana. Në Rom, qyteti im i preferuar. Për 7 vite, stacioni radhës. Për 9 vite ishte Italia, në fakt Roma ishte 2 vjet, pastaj ne kemi ndruar qytet, sepse ku ti ishte oferta më interesante, qoftë nga ana sportive, qoftë nga ana financiare, ne e ndiqnim, sepse sporti këtë ka, nuk je stabil asnjëherë në një vend. Fillimi ishte Roma, ku ishte komplete kundërta me të Moskës, qoftë nga edukimi, qoftë nga kultura, qoftë nga buzëqeshjet e njerëzve, çdo gjë ishte ndryshe. Fëmijët filluan të rriteshin dhe kemi kaluar një periudhë shumë të bukur, në fakt, shumë të bukur. Keta, në këtë emision, përveç pjesës parë që diskutuam për këto foto dhe për angazhimin tënd, një vëmendje shumë të madhe ne ja kemi kushtuar librit. Edhe duam që të flasim për librin sepse është një nga ato të mira në jetë, të cilat nuk po i përdorim sa duhet. E kemi lënë disi mas dore. Nëse do të pyesja për një libër të caktuar, i cili ka lënë mbresa apo ka shënjuar një moment të rëndësishëm në jetën tënde, apo për një vepër të cilën ti vazhdon e lexon gjatë gjithë kohës, her pas here, cila do të ishte ajo? Në fakt e kam vënë re edhe unë që nuk shoh asnjëri me libër në dorë, po jo vetëm në Shqipëri, në përgjithësi nuk para shoh njerëz me libër në dorë. Më ndodhi rishtazi për vitri, kisha bler librin një prej autorëve që mua më pëlqen shumë, dhe po lexoja në avion. Unë që zakonisht kur udhtoj nuk shoh filma, por lexoj libra. Dhe ajo zonja që ishte afër meje më tha, tha edhe ti po lexon Guillaume Musso, kështu e ka emrin ai autori. Edhe kemi kaluar gjithë udhëtimin duke diskutuar për librat e Guillaume Musso. Guillaume Musso është një autor më shumë me filma policor,
Dhe më pëlqejnë sepse janë libra në të cilat ti duhet thellohesh, se kthesh mbrapsht në kohë, se pastaj shkon përpara, sepse ndodhi, por nuk ka ndodhur dhe do të ndodhi. Dhe janë histori shumë bukura, që janë dy autorë, dhe Mark Levy, janë dy autorë që mua më pëlqejnë aktualisht. Ndërkohë leximet e mia të bukura kanë qenë edhe të autores Agatha Christie, e cila është një autore shumë e njohur, qoftë për jetën e saj, për librat e saj, se si shkruan, dhe të gjitha këto janë policorë. Dhe më duket dëshira ime që unë të lexoj kështu lloj librash është nga që unë nuk e kam realizuar asnjëherë këtë gjë, sepse për fat keq, në moshën 18 vjeçare, kur ne duhet zgjedhim universitetin, mendoj, po kjo është në gjithë botën njësoj, që duhet të zgjedhim një deg, por nuk jemi akoma aq të pjekur që ne të dimë se çfarë duhet zgjedhim. Po, nëse do ktheheshe në moshën 18 vjeçare? Po, do kisha zgjedhur. Cila do të ishte një deg që do ta zgjidhje? Do kisha zgjedhur kriminalistik, ose psikologji, ose drejtësi. Larg nga pasioni që ke ushtruar gjithë jetën. Nuk ka lidhje me pasionin, sepse unë voleybollin e dua gjithmonë njësoj. Është një gjë që se të gjitha këto, qoftë psikologjia, qoftë kriminalistika, qoftë juridiku, janë deg që lidhen me të drejtën, që lidhen me një njeri se si duhet të ecin, edhe psikologjia, se si ne të ndjehemi mirë, gjërat e mira në jetë, dhe unë këtë kam si objektiv në jetë, që bëj mirë. Duket e tepër të pyes Keta se cilat do të ishin pasionet e tua, pasi sikurse e theti, një pasion i pa ndryshueshëm në kohë është volejbolli, po besoj ke edhe të tjerë hobi apo jo? Unë kam dhe unë hobit e mia. Jeta ime në fakt ka qenë, më ka përgëdhelur. Kam pasur fatin të luaj, të paguhem nga pasioni im, të jetoj me pasionin tim, dhe por jeta nuk është gjithmonë njësoj. Dhe ai momenti që the luftarake, me energji, gjithmonë, me 100 orë, duket në këtë foto, në fakt, një foto bardhëzi, po lexohet shumë mirë portreti jot. Po. Aty një ndër ato momentet ku ti do se s'bën, në shohim mirë edhe duart aty, do se s'bën që ato topin, mos të bjerë të fusha jonë, të bjerë të fusha tjetrit. Mirë po thoshen që në jetë nuk janë të gjitha momentet me 100 në orë, kur fëmijët lindin, kur fëmijët, sepse është një shprehje në fakt që thotë fëmijë të vegjël, problemet vogla, fëmijë të mëdhenj, problemet mëdhaja. Unë kam pasur fat që nuk kam pasur problemet mëdhaja. Jam munduar që t'i bëj përpara këtyre problemeve nëpërmjet edukimit të fëmijëve, dhe një mënyrë e imja për të qetësuar trurin, për të u shkëputur nga ajo gjëja e zakonshme ose ajo me energji shumë të mëdha, është pirografia. Që unë nuk di të vizatoj, nuk jam një njeri që vizatoj bukur, por ajo është një lloj pune shumë delikate dhe do një përqendrim. Edhe mua më pëlqen që të futen, të përqendrohem në atë gjën dhe ta bëj me qetësi dhe ta humbas mendjen. Sa kohë mund të qëndrosh duke ushtruar pirografin? Me orë, po. Edhe bie në kundërshtim shpesh me mënyrën time të qenit, por e kam të nevojshme. Një tjetër pasion, Keta, që mund të themi ka mbetur atje në skutat, në sirtaret e më të fshehtë pa realizuar. Kur kam qenë e vogël, më pëlqente televizioni. Dhe më thrisnin shpesh që të tregoja pralla, shkoja të bëja vizita nëpër fabrika të ndryshme, kam folur gjithmonë shumë. Edhe të do televizioni, Keta. Faleminderit. Duhet të mos ishte ndar. Faleminderit, po tani nuk i bëjmë dot të gjitha. Kur shkova në Francë, shikoja filma. Dhe ato filmat ishin amerikan dhe ishin të gjithë në frëngjisht. Dhe thotë, pse në frëngjisht, ndërkohë që aktorët janë amerikanë dhe ishin të dubluar. Unë nuk e dija në atë kohë çfarë ishte. Dhe mua më ka ngelur pishman që të njoh dublimin e filmave. Nuk është fare një gjë, nuk është në skenë, por është një lloj aktrimi. Domethënë, ndoshta kjo do të ishte një gjë që unë do kisha dashur ta bëja, ta provoja ndonjëherë. Mund ta provosh, se ka filluar të jetë një teknikë që po përdoret edhe në mediat shqiptare. E kam parë.
Keta, do më thuash pak si e mendon ti sportin sot në Shqipëri, edhe raportin e të rinjve, a janë ata, a e duan ata, mjaftueshëm sportin, aktivitetin sportiv? Unë mendoj se nuk e duan mjaftueshëm, unë mendoj se duhet bërë shumë punë që ato ta duan mjaftueshëm. Për këtë, unë do të doja që prindrit të merren më shumë me fëmijët, sepse në qoftë se ti nuk ja fut në gjak dëshirën për sport, ai ka telefonin, edhe kalon kohën me te. Telefonin, tabletin? Nuk e di, është një gjë që në punën time të përditshme më shqetëson në fakt. Nuk ka përqendrim, nuk ka vëmendje dhe dëshirë për sport. Nuk ka mjaftueshëm. Nuk ka fare, nuk ka mjaftueshëm. Ne shohim në salat e sportit sot shumë njerëz që shkojnë, është e vërtet, dhe nuk edhe në te liçeni shkojnë mbrapojnë, ka shumë njerëz. Nuk mund të themi që është si 20 vjet përpara, por besoj mund bëhet më shumë. Dhe kjo nuk mjafton vetëm që ti ta detyrosh nëpërmjet shkollës apo nëpërmjet programeve sportive që janë sot, por duhet edhe vetë familja, fëmia vetë t'i kërkoj prindit. Unë takova një zonjë sot, edhe më tha që vajza ime është 17 vjeç, bënte basketball, edhe e la. E ka qef, tha, po e la. Pse e la? E la se po bën kitar, shumë mirë. Të paktën bën diçka tjetër. E vërtet është. Pse duhet ta duan të rinj sportin, Keta? Pse duhet ta duan të rinj sportin? Jo vetëm të rinjt, të gjithë duhet ta duan sportin, por sporti është një gjë që të ndihmon në jetën sociale. Sporti është një gjë që të ndihmon të përballësh sfidat e përditshme. Është një gjë që është një aktivitet që të largon nga aktivitetet e tjera. Çdo gjë, të shkosh në një palestër, është të kalosh një kohë të shëndetshme dhe nuk është harxhim kohe. Nëse do ta mbyllim këtë takim tonin, këtë bisedë tonin, Keta, me një mesazh për të rinjt apo për çdo që ti do t'ia drejtosh, cili do të ishte ai? Do doja të përfundoja këtë që në fakt fillova të them, të shkosh në sport është e rëndësishme për shëndetin, për trupin, për trurin, është e rëndësishme për ato sfidat që thamë më përpara, dhe doja ta mbyllja me një shprehje të Michael Jordanit, që thot talenti bën lojtarin, ndërsa puna e palodhur bën kampionin. Alketa, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit.